Yjet e ndezin gushtin. Parashikimi bombastik i 29 gushtit. Surpriza, para dhe ndryshime të mëdha. Sot energjia kozmike shpërthen me një fuqi të jashtëzakonshme, duke sjellë kthesa dramatike dhe me fat për çdo shenjë të zodiakut. Astrologjia e 29 gushtit nuk pranon gjysmë masa. Yjet po rreshtohen për të zbuluar të vërtetat të fshehura, mundësi të arta financiare dhe pasione që do të ndezin zemrat tuaja. Nëse keni ndjerë stagnim gjatë ditëve të fundit, sot gjithçka lëviz me shpejtësi maramendëse. Universi po ju shtyn drejt vendimeve të guximshme dhe fitoreve të mëdha personale. Kjo ditë mban çelësin e zgjidhjeve për të gjitha dilemat tuaja më të mëdha. Përgatituni të zbuloni se çfarë kanë rezervuar yjet saktësisht për ju sot, sepse asgjë nuk do të mbetet e njëjtë. Hapni syt, dëgjoni intuitën dhe përqafoni fatin tuaj absolut tani. Dashi. Dita e sotme sjell një shpërthim energjie absolutisht të jashtëzakonshme për të gjithë të lindurit në shenjën e dashit. Në fushën e karrierës, një mundësi e re apo një projekt i papritur do të ndryshojë tërësisht rrjedhën e punëve tuaja. Strategjitë që keni ndërtuar me këtë përkushtim do të japin më në fund rezultate konkrete financiare. Në dashuri, pasioni arrin pikën e tij më të lartë. Beqarët do të takojnë dikë që do t'u dridhë tërësisht tokën nën këmbë, ndërsa ata në një lidhje do të ndjejnë një ridimensionim të thellë të ndjenjave. Mos nguroni të merrni iniciativa të guximshme sot, sepse universi shpërblen vetëm ata që kanë guxim të veprojnë. Intuita juaj është me të vërtet armë e fuqishme, ndiqeni atë pa asnjë hezitim. Kujdesuni për shëndetin duke mbajtur balancën e duhur fizike dhe mendore gjatë ditës. Demi. Demët sot do të ndjejnë një stabilitet të fuqishëm që u jep siguri të plotë për të ardhmen e tyre. Financat tuaja marrin një kthes shumë pozitive fal disa vendimeve të zgjuara që keni marrë më parë. Në ndikimin e favorshëm të planetëve, do të jeni në gjendje të zgjidhni çdo mosmarrëveshje të mbetur pezull në rrethin tuaj familjar apo profesional. Sa i përket aspektit sentimental, ditët e ftohta përfundojnë këtu. Sot pret një mbrëmje e mbushur me magji, romancë dhe biseda të ngrohta. Nëse po mendoni të bëni një investim të rëndësishëm, yjet konfirmojnë se momenti është ideal. Mbani fokusin te objektivat tuaja afatgjata dhe mos lejoni askënd të zbejë besimin tuaj. Trupi juaj kërkon pak më shumë pushim dhe ushqim të shëndetshëm për të ruajtur vitalitetin e nevojshëm. Binjakët. Aftësitë tuaja komunikuese sot janë në pikën më të lartë, duke ju kthyer në qendrën absolute të vëmendjes. Do të merrni lajme befasuese që do t'ju hapin dyert të reja në punë apo biznes. Inteligjenca juaj e mbret do t'ju ndihmojë të zgjidhni çështje komplekse brenda pak minutave. Në dashuri, çdo bisedë e bërë sot do të ketë një peshë të veçantë dhe do të afrojë partnerin më shumë me ju. Beqarët e kësaj shenje do të përjetojnë takime elektrizuese që mund të kthehen në diçka vërtet serioze. Financat tregojnë një rritje të lehtë, por kujdes me shpenzimet e ngutshme të pasdites. Ruani fleksibilitetin tuaj natyral, sepse sot gjërat ndryshojnë me shpejtësi në favorin tuaj të plotë. Mbani një energji pozitive dhe shfrytëzoni çdo moment për sukses. Gaforja. Emocionet tuaja sot transformohen në një forcë të jashtëzakonshme krijuese që do t'ju udhëheqë drejt suksesit. Në ambientin e punës, vendosmëria juaj do të vlerësohet lart nga eprorët apo bashkëpunëtorët tanishëm. Financat janë teje të favorshme, me mundësi reale për të marrë një shpërblim apo kthim investimi të mirë pritur. Në dashuri, zemra juaj do të gjatë gjithë ditës ngrohtësi, mirëkuptim dhe harmoni të plotë me personin e zemrës. Beqarët duhet të jenë të hapur ndaj njohjeve të reja, sepse fati mund t'ju befasojë në mënyrë përrallore. Mos u tërhiqni nga sfidat e vogla të ditës, por përballoni me to me vetbesim absolut. Shëndeti juaj kërkon më shumë vëmendje ndaj hidratimit dhe aktivitetit fizik në ajër të pastër për mirëqenie absolute. Luani. Sot drita juaj shkëlqen më fort se kurrë, duke tërhequr mundësi të arta në çdo hap që bëni. Në aspektin profesional do të merrni mirënjohjen që keni kërkuar prej kohësh dhe mundësi për ngritje në detyrë.
Financat tuaja po shkojnë drejt një konsolidimi të fuqishëm, duke ju dhënë liri të plot veprimi. Në dashuri, magnetizmi juaj është i pamundur të injorohet. Partneri do të bëjë gjithçka për t'ju bërë të ndiheni të veçantë. Beqarët e luanit do të ndjejnë një tërheqje fatale ndaj një personi shumë karizmatik sot. Përdorni këtë ditë për të vendosur synime akoma më të mëdha, sepse kozmosi mbështet çdo hap tuajin. Qëndroni të sigurt në vetvete dhe mos lejoni asnjë dyshim të frenojë ambicjet tuaja gjigante. Virgjëresha. Aftësia juaj për të analizuar çdo detaj sot do t'ju shpëtojë nga një gabim i madh financiar. Në punë, precizioni juaj do të jetë guri i themelit për të mbyllur me sukses një projekt të rëndësishëm. Planetet ju dhurojnë qartësi mendore dhe fuqi të madhe për të organizuar të ardhmen tuaj me mençuri. Në aspektin sentimental, sot është dita perfekte për të sqaruar çdo keqkuptim të vjetër dhe për të vendosur paqe të plotë. Beqarët do të zbulojnë se nekush nga rrethi i afërt ka ndjenja të thella për ta. Kujdesuni për shëndetin tuaj duke shmangur stresin e tepërt dhe duke përqendruar energjinë vetëm te gjërat thelbësore. Çdo punë e bërë sot do të mbjellë farën e korrjeve fantastike shumë shpejt. Peshorja. Harmonia dhe bukuria sot mbushin jetën tuaj, duke sjellë balancë absolute në çdo marrëdhënie që keni. Në fushën e bizneseve apo punës, sot do të arrini marrëveshje shumë fitimprurëse që garantojnë stabilitet afatgjatë. Financat tuaja tregojnë për mirësim të ndjeshëm, duke ju lejuar të realizoni disa dëshira të vjetra personale. Në dashuri, sot do të përjetoni momente të mbushura me romanticitet, pasion dhe përkushtim të sinqert nga partneri. Beqarët e kësaj shenje do të kenë një takim rastësor që mund të kthehet në një histori të bukur dashurie. Sharmi juaj natyral është në pikën maksimale, prandaj përdoreni atë për të hapur çdo derë sot. Ruani optimizmin dhe shijoni çdo dhuratë që universi po ju jep me bujari. Akrepi. Intuita e akrepit sot është në nivelin më të lartë, duke ju lejuar të lexoni çdo situatë me saktësi. Në karrierë, sot është dita për të ndërmarrë hapa strategjik që do t'ju vendosin para të gjithë konkurrencës. Nga ana financiare, prisni fitime të papritura ose zgjidhjen e një çështjeje të vjetër monetare me mjaft sukses. Në dashuri, pasioni do të jetë intensiv dhe romantik, duke djegur çdo barrierë mes jush dhe partnerit tuaj. Beqarët do të tërheqin vëmendjen e nekujt të fuqishëm që do t'u transformojë tërësisht jetën emocionale. Mos keni frikë nga ndryshimet e mëdha që po afrojnë, sepse ato janë prapa suksesit tuaj të ardhshëm. Mbani sekretet tuaja me kujdes dhe vazhdoni të ecni me hap të sigurt. Shigjetari. Optimizmi juaj i pakufizuar sot do të hap horizonte të reja dhe plot mundësi fantastike për ju. Në punë, ide apo projekte me partner të jashtëm ose udhëtime biznesi do të sjellin sukses absolut. Financat tuaja po shkojnë drejt një rritjeje të sigurt fal guximit tuaj për të eksploruar rrugë të reja. Në aspektin sentimental, dita sjell aventura të reja, gëzim dhe emocione të forta me personin e zemrës. Beqarët do të magjepsen nga një njohje e re që ndan të njëjtat pasione dhe vlera. Besoni plotësisht te forca juaj e brendshme dhe mos lejoni asnjë pengesë t'ju ndalë rrugën tuaj. Aktivitetet fizike sot do t'ju mbushin me energji të freskët dhe vitalitet të lartë. Britsjapi. Disiplina dhe puna juaj e palodhur sot do të kurorëzohen me një sukses absolut dhe triumfues. Në fushën e karrierës do të arrini një objektiv shumë të rëndësishëm që do të forcojë pozicionin tuaj drejtues. Financat tuaja janë më të sigurta se kurrë, duke ju lejuar të planifikoni investime akoma më të mëdha. Në dashuri, sot do të ndjeni një stabilitet të thellë dhe mirëkuptim të plotë me partnerin e jetës. Beqarët do të tërheqin njerëz serioz që kërkojnë të ndërtojnë një të ardhme të qëndrueshme me ta. Mbani fokusin te prioritetet tuaja kryesore dhe mos shpenzoni energji me detaje dytësore pa rëndësi. Trupi juaj kërkon pak më shumë kujdes për kurrizin dhe nyjet, pushoni mjaftueshëm. Ujori. Ide origjinale dhe gjeniale sot do t'ju bëjnë të dalloheni nga të gjithë të tjerët në punë.
Në fushën profesionale, inovacionet tuaja do të pranohen me entuziazëm të madh nga drejtuesit apo klientët tuaj. Aspekti financiar shfaq sinjale shumë pozitive, veçanërisht përmes projekteve të reja apo bashkëpunimeve të papritura ditore. Në dashuri, liria dhe mirëkuptimi dypalësh do të sjellin një frymëmarrje të re e të ngrohtë në lidhjen tuaj. Beqarët e ujorit do të lidhen me dikë që ndan të njëjtat ideale dhe vizione për jetën. Mos u ndalni nga të menduarit jashtë kornizave, sepse pikërisht aty fshihet çelësi i suksesit tuaj. Mbani gjallë entuziazmin dhe përqafoni çdo ide novatore që ju vjen. Peshqit. Ndjeshmëria dhe intuita juaj e lartë sot do t'ju udhëheqin drejt zgjedhjeve të duhura me shumë saktësi. Në fushën e punës, krijimtaria juaj do të jetë çelësi i zgjidhjes së një situate mjaft delikate. Aspekti financiar po përmirësohet dukshëm, duke sjellë lajme të mira për një burim të ri të ardhurash. Në dashuri, sot do të përjetoni momente përrallore të mbushura me emocione të thella dhe përkushtim të sinqertë. Beqarët do të tërheqin dikë që do t'u kuptojë shpirtin pa pasur nevojë për shumë fjalë. Kujdesuni për gjendjen tuaj emocionale duke u rrethuar vetëm nga njerëz me energji pozitive sot. Besoni më shumë të ëndrat tuaja, sepse sot ato po fillojnë të realizohen saktësisht. Nëse ky parashikim të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj në koment fjalën ndryshimi nëse beson se 29 gushti po të afron me një ndryshim të rëndësishëm dhe na trego edhe shenjën tënde. Bëj subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet për të mos humbur asnjë parashikim. Gjithashtu, shpërndaj këtë video me dikë që mendon se ka nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.